بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të gjitha lavdit falëndërimet janë vetëm për Zotin e Madh, Allahun Gjelle Gjelaluh. Atë e falenderojmë për ti fale dhe udhëzime, kërkojmë salavatet dhe selamet për shëndetit më të mira mbi pejgamberin ton të dashur Muhammedin alayhi salatu wassalam, shokëve të tij, familjes së tij dhe çdo besimtari dhe muslimani i cili ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëruar vëllezër, fillimisht e lutim Zotin e Madh Gjelle Gjelaluh që Allahu adhurimet tona, agjërimet tona t'i bën qabul, dhe pjesën e kaluar të Ramazanit Zoti Gjelle Gjelaluh ta shkruan si vepër të mirë tonën, e të na ndihmon Allahu subhanahu wa taala në ditët në vijim në adhurime dhe agjërime dhe vepra të mira të pranuara te Zoti subhanahu wa taala. Do të vazhdojmë me ngjarjen e Musait alayhi salatu wassalam, e cila është ngjarja më e madhe në Kur'an dhe më e shtrira në Kur'an. Është pejgamberi më i përfolur në Kur'an, gati nuk ka sure vetë se bën me isharet apo e përmend ndonjë ngjarje apo diçka nga ngjarja e Musait alayhi salatu wassalam. Andaj ne kemi marrë për bazë që ta shpjegojmë surën apo ngjarjen e Musait alayhi salatu wassalam nga surja Al-Qasas. Surja 28 në Kur'an, kush është duke e përcjellë me Kur'an apo kush dëshiron me e përcjellë me Kur'an, përfunduam në ligjëratën e kaluar tek ajeti 13 i kësaj sure të begat të Zotit Gjelle Gjelalu, ku Zoti jon te bareke ve teala përfundon në ajetin 13 çështjen e hedhjes së Musait alayhi salatu wassalam në Sëndëk, edhe hedhin në lum, arritjen tek faraoni, marrja e faraonit të Musain alayhi salatu wassalam si foshnjë për të arritur pëlqimi që i bëri Asia, gruaja e Firaunit, Musait alayhi salatu wassalam si foshnjë, pastaj edhe kthimi i Musait alayhi salatu wassalam te nana e vet si pamundësi për gjetë një gjithanse nga të gjithë vendet dhe nga gjithë toka e Egjiptit. Andaj Allahu gjitha thot në Kur'an: dhe ne e kthyem Musain tek nana e vet për ta kënaqë syrin e nanës së Musait dhe që ta dinë se premtimi i Allahut është hak. Me një ajeti 14 nga surja Al-Qasas, e cila sure e tregon ngjarjen që nga fillimi, prej ajetit 14 vazhdon Allahu xhelal me tregu për Musën. Mirë, po kush është e përcjell? Ne do të lexojmë se dikun 30 vite apo 30 vite Kur'ani i vënon perde ngjarjes. Thot Allahu subhanahu wa taala: a'udhu billahi minash shaitanir rajim, walamma balagha ashuddahu wastawa ataynahu hukman wa ilma wa kadhalika najzi almuhsinin. Thot Allahu subhanahu wa taala, e kur e mrini moshën e pjekurisë, wastawa, dhe u plotsu në trupin e vet. Ka ardhur në komente se i ka bë 30 vjet. E prej në foshnjë në 30 vjet Kur'ani vënon perde. Pra nuk flet pite koha kur Musa alayhi salatu wasallam kthehet te nana e vet dhe rritet mes pallatit Firaunit dhe nanës së vet. Pra, herë shkonte te Asia, e herë kthehej te nana e vet, sikur që u morën vesh me gruajen e Firaunit, që t'i jep gjë te shtëpia e nanës e Musait alayhi salatu wassalam. Mirë, po Firauni a e dinte që ajo nana e vet? Jo. Andaj u përhap në qytet dhe në shtet se Musa është djali i Firaunit. Se Musa është djali i Firaunit. Andaj edhe gëzonte autoritet në mesin e njerëzve si djali i Faraonit. Mirë, po tani pite foshnja, pite gjithënia, deri në 30 vjet Allahu vënon perde. Dhe kjo është traditë e Kur'anit, ku ngjarjet e pejgamberëve, pjesët ku nuk na duhen, nuk na kallzon. Andaj shpesh na e gjejmë në Kur'an, na tregon Allahu një ngjarje, befas e ndal, kalon ngjarje tjetër. Befas e ndal, kalon ngjarje tjetër. Dhe e njëjta ka ndodhur me historinë e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Gjatë 40 viteve para se mu bë pejgamberi alayhi salatu wasallam pejgamber, çka dim na? Shumë pak. E dim që është rrit jetim, e dim që e ka rrit Abdul Muttalibi, e dim që e ka rrit në shkretir të fisi Saadije. Mirë, po këto janë 40 vjet. Vini re 23 vjet pejgamberit alayhi salatu wasallam, ne i dim detaj.
Çdo imsi, ka hi këtu, ka dal këtu, ka jetu këtu, ka shku me këtë njeri, me atë njeri, këtë detal. Për çfarë arsye vëllazër? Kjo është një mësim shumë i madh që na jep neve Allahu në Kur'an. Shiko, pita ajeti 13. Walakin aktharuhum la ya'lamun. Përfundon ngjarja e mor Musa në anën e vet. Mirë, po kur e mor foshnje. Me një ajeti tjetër, ajeti 14, walamma balagha ashudda. Kur u bë i madh Musa alayhis salam. E ku janë këto 30 vjet? Çka ka ndodh? Nuk na kallzon. Ku janë 40 vjet e pejgamberit alayhis salam para pejgamberis? Nuk na kallzon. Që të mësojmë na diçka shumë të rëndësishme të ndëruar xhamatli. Se edhe nëse është ngjarja e një pejgamberit, e që nuk ka njeri më të rëndësishëm se pejgamberi. E nëse është ngjarja e pejgamberit, pjesët që nuk duhet me i ditë, s'ka nevojë me i ditë. E që ne zakonisht shumica e të dhënave tona, cilat janë në zonën çka s'duhet me i ditë. Na për njëri tjetrin çka dim? Atë çka duhet me ditë, atë çka s'duhet me ditë. Atë çka s'duhet me ditë. E atë çka duhet me ditë na nuk e dina. Për shembull, sa prej neve e dim, saksisht mahallat tona sa namaz falet, sa fukara ka, sa nevojtar ka, sa xherus ka, sa njerëz me të meta ka, sa njerëz me pavësi ka, nuk e dim. As që mirë me këtë pjesë. Ama sa dim për njerëzit, për shembull, gjëra pa lidhje. E dim për shembull se ku pi kafe, ku del, apo gjërat që neve nuk na bojnë dobi. Apo për këtë arsye Allahu na mëson neve në këtë ngjarje se mes foshnjës Musait alayhis salam dhe arritjes të 30 vjeçarit, këtu ka jetë 30 vjet, ku i ka bëu? Andaj dietar kanë diskutuar, ku rrit Musa? Në pallat, atë nana. Ka diskutim. Pastaj kur ka fillu me kuptu Musa alayhis salam se nana e vet nuk ka Asia, por është nana e vet, nana gruaja e Imranit, çish ka menu për Firaunin? A ka vazhdu me jetu në pallat? Kanë diskutu dietarët. Plot prej komentatorëve kanë thënë jo. Musa alayhis salam kur ka fillu me ditë dhe ka kuptu se nana e vet është nana e vet e vërteta, ka fillu me çfarë? Ka fillu armiqësi ndaj Firaunit. Dhe na do shohim se Allahu xhelana tregon neve se i ka ndodhur një rasti Musait alayhis salam dhe janë rrok dy veta dhe njëri prej tyre thotë Allahu ka qenë armik i Musës. Pika armik i Musës. Disa komentatorë kanë thënë armik se ka bëu zullum. E Musa nuk e ka dash zullumin. Dhe disa kanë thënë armik se ka fillu e Musa me armitsu Firaunin në moment që nana e vet i ka kallzu se unë ty jet kum lin me vështirësi dhe ti ke lin në vitin që ke pas mu therr dhe ti ke lin në vitin më të ashpër të mundshëm në të cilin ti po jeton pitina e ki këtë ciklet dhe unë të kam dhënë gjinjë në lum dhe pasaj o këput litari dhe të ka mor Firauni krejt të e ka kallzue dhe i ka kallzu se je nipi Jakubit a.s. Dhe se Allahu Gjelle Gjelaluhu Allahu Gjelle ka zgjedh bitë e Israelit për qenë musliman dhe ata nuk janë musliman, e kështu me radhë ka fillu nana e vet mi kallzu informacion Musait a.s. Dhe këtë ke informacion përbën çfarë? Armiqësi për Firaunin. Mirë po ajo që ka duhet para kësajna që ta kuptojnë të ndëruar xhamatli, mos të merim me informata që ka s'na duhen. Që tash për shembull, nëse njëri pi juve e ban një pyetje. E si se lipineve e ban se kanë bëu ulemat. Çka ka ndodhur me Musain? Pi në 3 muaj deri në 30 vjet, nuk e dina. As një ajet s'kallzon, as një hadith s'kallzon. Pin 30 vjet ka shumë, do ta shihni vet se ka shumë informacion Kurani për me dhanë. Mirë, po pin 3 muaj deri në 30 vjet nuk dim kur gjë. Tash a jam pak këto, nuk jam pak, jo numër i madh i viteve. Ti për shembull për vetin tënde, 30 vjet sa janë për ti? Gjymsa e imrit. Ama Allahu nuk na kallzon për të na mësue se ajo çka s'ju duhet s'ban me lip për ta. Një ditë për ditëve transmeton Imam Muslimi ka ardhur njëri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i ka thonë ja Rasulullah, du me të pyet diçka. Ka thotë pyet çka dush. Mirë po, nuk ban me pyet çka s'ban me pyet. Shiko njerëzit çka vesin sot. Shiko interesimet e njerëzve sa janë. A janë për fe, a janë për moral, a janë për me ndihmu dikan, apo janë për armiqësi, janë për fesat, janë për zullum. Shumicat e pyetjeve janë për padrejtësia, për zullume, për ego, për teka, të cilat kur ti vnosh në peshore të Allahit, ato vesh poshtë e çojnë çfarë? Peshën e zullumit, peshën e të keqës. Ka ardhur njëri dhe i ka thënë ja Rasulullah, baba jam ka dek para se me arti, por nuk të kam rrit ti si pejgamber. Ku e ka vendin ahiret? Tash vini re, para kësajna, që ta kuptosh pse apitje kot. Baba jot ka dek. Një, a kthehet? S'kthehet. 2, nuk e kam rrit pejgamberin selam dhe mundësia e madhe me hija në zarm, se s'ka ndjek pejgamber. Apo
Këtë kjo, çfarë bëhet? E shton azapin që ku ta mirë gjevapin, le që e merr gjevapin dhe se ne përmirëson. Se për shembull, me vetë për ti për një njeri për babën që e ka gjallë. Baba em çfarë statusi ka shembull? E vetë fen, e vetë të dërguarin të Allahut. E merr gjevapin dhe mundësia për me rregulluar se baba e gjallë. Ama baba t'ka dek. Baba s'e ka mri pejgamberin. Dhe tash pyeti për ta ku e ka vendin ahiret. Dhe i ka thonë pejgamberi alayhis salatu wassalam, baba jote në xhenem. Tash ky informacion ai ban dobi këtij. Jo, veç mërzirin e shton. Baba jote në xhenem. Dhe ka filluar me u largu. Dhe ka filluar i mërzitshëm. Dhe pensa me ka pasur mërzit se ky informacion realisht nuk ban dobi kur gjë. E ka kthi ka thonë, kthema çat njerëz edhe një herë. Pastaj ka dash me ngushëllue me një informacion tjetër që pak t'ja lecoje. Ka thonë inne ebi wa abaka fi nar. Ka thonë edhe baba jam në zjarr, edhe baba jot. Thot transmetuesi ju letu pak. Pse ju ka letue? Domthon si prindi i këtij ku është më prindi jet. Po këtë arsye të ndëruar xhamatli, të mësohemi që pyetjet tona, interesimet tona le të jenë dobishme. Çka jetu vet? Andaj shiko, sahabët e pejgamberit alayhis salatu wasallam 23 vjet kanë jetuar me pejgamberin alayhis salatu wasallam. A e dini sa pyetje ja kanë bë? 14 pyetje. 14 pyetje ala pa e përzi çaj një vesin hoxhës. Tena 14 ala pa jazi. Edhe një 14 masi ta loj lugën. Edhe një 14 mosanera por mirë po, a di çka janë këto pyetje? Këto pyetje që nuk ta ngritin drejtën te Allahu xhela xhelalu. Pyetje të cilat për shembull nuk të bëjnë ti më të mirë te Allahu subhanahu wa taala. Andaj Allahu pse i mnon perde kësaj pune? Se nuk ju duhet. Çka ju duhet juve me ditë tash? Qysh u rrit Musa? Ku u rrit Musa? Se nuk është dobishme. Neve na përket me ditë për Musa alayhis salatu wasalam, pjesë që neve na vojnë dobi. Andaj le të mësohemi prej kësaj ngjarje, që 30 vjet Allahu ja ka mshef historinë Musa alayhis salatu wasalam. Po çka ja ka mshef? Se nuk ju duhet. Tash ka me ditë na për shembull, e çysh ka nejt Musa me faraonin? Ç'a duhet ti tash? Por shembull, ku ka flet, ai bash aty ku ka mirë, po çati but ka flet. Se arrit te mbreti, arrit në pallat, apo dhe prej dobive që i kanë nxjerr dietarët çfarë? Është se Musa alayhis salatu wassalam me gjithë se arrit në pallat, këtë jetën e ka çu me varfëri. A do ta shohim do të ikmi qyteti, ka me lan qytetin. Andaj mësimi i parë dhe shumë i dobishëm për neve është që të interesohemi për gjëra që na bëjnë dobi. Mos të vesim pa lidhje, mos vesim kot. Ka thonë pejgamberi alayhis salatu wassalam, popujt para juve janë shkatru duke vetë pyetje që s'kan të bëjnë me dobi. Apo, për shembull, çfarë pemë ka hëngur Ademi alayhis salam në xhenet? Apo, do thonë epulli e ka bë mollën se molla apo e ka hëngur. Edhe ki kujton që e ka zbuluar. Po dietar për atij e kanë studiu këta, e kanë mytën këtë në ulëmtim. Skandal masi rezultati. Andaj shumica ulemave çfarë thonë? Nuk e dim çfarë pemë ka hëngur, nuk na intereson çfarë pemë ka hëngur, nuk na intereson lloji i pemës që ka hëngur, ni pemë ka pas ndaluar që ata e ka hëngur, e ka bëu gjunajin. Andaj të mësohemi që pyetjet tona të argumentojnë për çfarë? Për intelekt. Sepse ka thënë Abu Hanife rahimahullahu taala, pyetja argumenton çfarë insani je. Çfarë suali ban, çfarë pyetje ban, ka zonë sa intelektie. Apo, një ditë për ditëve ka qenë Abu Hanife rahimahullahu taala në xhami. Edhe ka ardhur një njeri prej larg. Nuk ka kanë ajo kohë Facebookit ti me ditë se kush është ki. Apo, ka ardhur një njeri prej larg dhe me mjekrën e madhe i vesht, ka menduar se është doni alim që ka ardhur pi veneve tjera. Dhe ka filluar mi mbledh kamte Abu Hanife rahimahullahu taala. Tu shtrëngu se ku me ditë ki pi doni Medinës ka ardhur për Mekës doni alim. E deri sa ta kryjm dersin ti mbledh i kam. Dhe kur o kryj dersi, andaj sa shpesh pamja mashtron. Ti menon se ky tash hadithet Buhariu Muslimin e di përmendsh. Ama jo, ai veç pamjen e ka çështu. Ai veç pamjen e ka çështu. Edhe kur i ka kryj dersin, ka thon, "O hoxha, ban një pyetje." Ka thon, "Urdhro." Ky atu menu se alimi atë vet. Ka thon, "Kur jena agjërushëm, me bomës me perëndu dilli, kur bojna iftar?" I ka thonë e Banifja, a ban veç t'i shtri kam që unë pina? Të mon pytja jo të kot me bomës me përëndu dili. Me bomës me përëndu dili, bon kiameti, s'ka mo agjerim. Mirë po, qëfar argumenton? Argumenton se pamja e ti e ka mahnit një Abu Hanifën, por pytja e ti e ka kazu se s'kona pja të në të cilat du të mi kushtu rëndësi. Andaj të ndëruar që mës bëni pytje kot. Bëni pytje qka ju ban dobi, qka të shpëton pizjarmi gjenemit, qka e shpëton familjen tane pizjarri gjenemit, qka i shpëton rejtin tane pizjarri gjenemit, qka e rrit cilësirën tane, e rrit cilësirën e imanit tane, e rrit cilësinë e islamit tanë, e rrit cilësinë e Ramazanit tanë. Ama pyetjet e tona çfarë janë? Nëse i lexojnë shumicën e pyetjeve çka janë? Apo
Pyetje kot tek kot. Pyetje të zot, çka nëse e di jawabin? Nuk të van dobi. Andaj Allahu xhelal në ajetin 14 të surës Al-Qasas i vendos perde 30 vjet Musait për të kallëzuar se juve nuk ju duhet kjo. Vazhdon Allahu xhelal thot: "Walamma balagha ashuddahu wastawa." Thot Allahu xhelal xhelalu: "Walamma balagha ashudda." Kur mrini Musa alayhis salam pjekurin. Kjo fjala ashuddahu ka ardhur për Jusufin, sa më kujtohet. Walamma balagha ashuddahu. Kur e ka mrije pjekurin. Mirë po fjala në vazhdim wastawa s'ka ardhur në Kur'an pos për Musa alayhis salam. Andaj ka thënë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, e kum pa Musa në katin në qiellin e 6 kur kam hip në Isra dhe Mi'raj. Ra'aytu rajulan tiwalan, e kum pa njeri të madh, sikur fizdi est shenue, janë fist të arabët janë shumë të gjatë. Ka qenë shumë i gjatë Musa alayhis salam dhe i musht muskulator. Apo dhe thot Allahu wastawa, i është plotsu Musait alayhis salam çdo gjë që mundet më ju plotsu një njerit. Ju ka plotsu mendja në maksimum, ju ka plotsu trupin maksimum, ju ka plotsu shpirtin maksimum. Se ka dash as fije në më të vogël zullumit. Andaj kur ka qenë i vogël e përmendëm, ka treguar Ibn Abbas radhiyallahu an, Allahu ja ka mbjell Musait urrejtin e zullumit pe i vogël. Në ditë për ditëve Asia alayhis salam ja afron Firaunit, thot përgdhele pak. Që Asia ka afru Firaunit me përgdhel. Te na janë do burra që kurse kanë përgdhel e vladin e vet. E vlad vetin e ka. Asia e ka përgdhel Firaunin ta morë djalin çka atut pitina. Mos është çaj çka ka me bë problem. Andaj do të shohmi në problemin e parë çka i ka dal Musait, friga e mbrëmshme Firaunit çka ka thënë, në vend ka me vra. Hiç ka dash me dit, a fajtor asa fajtor, në vend ka me vra. Sa je din atë frigën e foshnjeve çka e ka. I ka thënë Asia, merre pak për gdhele, qafe pak. Edhe ai pak pizorit gruas e ka marr. Kur e ka marr, ja ka kap mjekrën Musa alayhis salam, ja ka shkul. Shiko Allah se ka fut zullumin, urrejtin e zullumqarit e Musa pi fillim, ja ka shkul mjekrën. Edhe çfarë? I ka thënë, ti je armik i Allahut. Ti je hasëm i Zotit. Edhe kipe e këshirë, para me no, gjali Firaunit i ka dalë zoni. Kipe dhët ti e, çfarë? Edhe minjar ka thonë, që kjo është ai qka e kam lipun e deri tash. Minjar i ka thira të arrogantët e vetë, prene. Ka bërtit gruja e vetë, ka dale, fmi o ki, zdi kur gjo. Ka thonë, ku diti, kim tha armik i Allahu ti e. Ka thonë, prit, meri dy enë, vënojnë të një enë gaca, nëzeta, dhe vënojnë të një enë margaritar, gjevahira. Si ta more gjevahirin, preje. Si ta more gacën, ta di se fmija. Apo, sikur që thejnë na, e dalon bukën pizarmit. A dimi dalu gjërat. Edhe ka vendos në enë, edhe ka shku dora e Musait te gaca. Ka thënë rregull koka, s'po dy ka ki. Edhe pasaj e kalan. Po këta si Allah ja ka mbjell Musait alayhis salam zullumin, urrejtën për zullumin në shpirt. Edhe thot wa lamma balagha ashuddahu wastawa, dhe u plotësua. Andaj prej rregullave të Allahu xhelel xhelal te pejgamber cila se nuk çon pejgamber me çfarë? Me trup të shëmtum. Për shembull, Allahu nuk çon pejgamber që çalon, mos me mujt me hec. Allahu nuk çon pejgamber për shembull që nuk sheh. Allahu nuk çon pejgamber që nuk nin. Allahu nuk çon pejgamber që s'di me fol. Allahu nuk çon pejgamber që s'ka kabile, s'ka fis. Allahu të gjithë pejgamber i përsos në krijimtari. Për çfarë arsye thotë Ibn Qayyim el-Juzeyje, që kur ta përçojnë mesazhin, kur ta komunikojnë mesazhin tek njerëzit, me qenë i pashëm, me qenë i këndshëm dhe i ëmbël për ta pranuar. Dhe kjo është prej mirësisë së Allahu xhelel xhelalu. Andaj kur e kanë vetë Abu Huraira radhiyallahu an, cili është njeri më i bukur në dunjë, se po thonë se Yusufi alayhis salam ju ka dhënë gjimsa e bukurisë, ka thonë ata nuk e kanë pa Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Abu Huraira ka mendu dhe ka pas bindje se Muhamedi alayhis salam është maja e bukurisë. Megjithëse këtu ka debat të madh në mesin e ulemave, mirë po, me një fjalë të përgjithshme, të gjithë pejgamberët janë trup mirë dhe janë trup pashëm. Apo, ndërsa Yusufi është theksue, apo pse është theksu Yusufi? Se ai ka qenë, domthon, në mënyrë ekskluzive shumë më i bukur. Dhe në përgjithësi biti i Jakubit janë të heshëm dhe janë të pashëm. Andaj Musa alayhis salam është nipi i pestë. Është nipi i pestë i Jakubit alayhis salam, i cili ka ardhur si pejgamber dhe ka ardhur i fortë. E sa ka qenë i fortë ndërruar xhamarli? Sa ka ardhur i fortë? Ka ardhur i transmetim nga Omer al-Khattabi. Se atë bunarin që do të vim tani, ku të vim të dy gratë që i ka takue të Shuaibit, apo të një njerit të mirë që i ka takue në Median kur ka ikbi të Firauni, e ka pa aty se ato gra janë ikbi popullit vetë si kanë dhanë ujë deleve.
Dhe kur e kanë krye atë kullotën edhe ujin dhe vaditjen e seneve të veta, e kanë vënue shumë vete atë shkambin mbi bunar. Thot Omar Khattabi, atë shkamb e qojnë dhe lëvizin 10 veta të fort. Musa dhe sa më vete ka lëviz. Andaj ajo vajza kur e ka pa, apo ka transmetime apo të musfesirave, a është dashurun ta ajo? A është dashuru apo jo? Edhe Kur'ani le me kuptu se është dashuru. Edhe do të vim, ajo do t'i thot babës vet. I ka thënë, ja ebet ista'jirhu. Ama ka qenë turpshme. Ka ormare. Ka thënë, o baba jo, na ashtu kena nevojë dikush me na rujt dele, se s'm po shkojnë na vazhdimisht gratë. Ka thënë, çka ishte shumë i fortë, merre me qira, le të punoj me pakët e ti. Edhe pastaj që i ka thënë, inna khayra man ista'jarta al-qawiyyu al-amin. Ka thonë se më të mirin që mund është me punësu për delet e tona është që ki djalja se emni që ka ditë e skurgjo al-qawi, i fort edhe besnik. E i fort edhe besnik. Pra sa e ka pa, asia sa e pa foshnë, që ka tha? Kurratu aini li, shumë më knaq ka sirin. Kër e ka pa kjo qika e varë, kër e ka pa njëra bidyve, që ka thonë? Ka thonë sa i fort këna. Dhe të shojmë na, kënë gjarë të dhvim me lejnë Allahu të bareke ve teala. Andaj Allahu gjile e ka përsos siretin edhe trupin e Musait alayhi salatu wassalam. Thot Allahu te bareke ve teala, wa ataynahu hukman wa ilman. Dhe na Musait alayhi salatu wassalam i kemi dhënë gjykim, njohje të dispozitave të shariatit dhe ilm të shumt. Kemi dhënë shumë ilm. Allah këtu s'ka fol me Allahun, Allah s'u bë pejgamber. Enes ka më bë pejgamber. Ky ilmi çka dhe ky gjykim çka, njohja e shariatit Zotit që ka ardhur nga Jakubi alayhi salatu wassalam dhe për Jusufit alayhi salatu wassalam. Ndërkohë që këtu ende nuk i ka ardhur pejgamberia. Mirë të ndëruar xhamatli. Pse Allah më një herë masi e përmend trupin e mirë dhe muskullin e mirë, thot i kemi dhënë njohje të shariatit dhe ilm. Pse? Sepse kështu vëllazër. Një trup i mirë, një trup i pashëm, do muskullat forta, hekja ilmin, çka jet? A jet plep. E për mos më kanë plep Musa alayhis salam çka thot? Thot wa ataynahu hukman wa ilma. Nga se Allahu xhelalu kur i ka përshkruajt munafikat në Kur'an, çish i ka përshkruajt? Ka annahum khushubun musannada. Munafikat janë si cunga që i renit ndru. A ki pa kur ban ndru për dimën, i renit, ketë kapak. Pse? Ato e konë pashëm, e konë burra, kuptimin e forcës. Mirë pa, kur ja ka e ilmin, që i ka thonë ndru, veç për zarë. Për mësë më kanë që shtu Musa a.s. Që i ka thonë Allahu Gjelalu, wa kedhalike, wa lemma balaga ashudda u astawa, atejnahu hukme. Ja dham me edit shëriatin, me njoftë Allahun, me njoftë pengamberët, dhe i dham ilm. Andaj të ndëruar që më trupat e fort zbëjnë dobi pa e njoftë Zotin. Trupat e fort i sa dush u shtro buding pa e njoftë Allahun xhel xhelalu. Ti në sabah kallzona e njeh çka ka dobia i trupi jot. I organi nëse është ma i ranë se ato tegat çka ti iman, ti ta di se kit kote kijat ato muskullat. Wallahi nëse s'munësh me mujt epshin tan, do ta vim na çiki. Ka Allahu wastawa burri fort çish flet me gratë huja. Në kulmin, a mundi me paramendu të ndëruar xhamatli? Veç një llafja u ka thonë. Veç ju ka thonë ma khatbukuma. Çka zori juve? Çka? Edhe mos ka fol hiç. Derisa ka ardh për s'dytje e ka lip, prap s'ka fol. Dhe do të vjen me fol me babën e këtyre dy çikave. Që kjo është Musa alayhi salatu wassalam, i fort në trup, i dijshëm, dhe Allah ja ka dhënë mundësinë me njoft fejen e Zotit xhelal para se me bë pejgamber, nga se kur bëhet pejgamber pastaj zbrit Tevrati, fjala Allahu te bareke ve teala. Për këtë arsye njeriu zbukurohet me ilmin e tij, njeriu zbukurohet me njohjen e fesë së tij, njeriu zbukurohet me çfarë? Kur i bie, nëse ki trupin e mirë, bani sejdë Allahu xhelal, bani ruku Allahu te bareke ve teala, mos ban zullum, sepse ai trup mundet më bëhë hatabu gjehennem, mundet më bëhë dru për gjehennem. E ma gjehennemin kall. Allah në arruj që mës t'i kallim ne me trupat ton gjehennemin e Zotit Gjeli Gjelalu. Thotë Allahu të bareke wa ta'ala, wa kedhalike ne gjzil muhsinin, ne kështu ish përblem bamirësit. Vinë re. Musa a.s. është quajt bamirës, ende pa njof na kur gjo për ta. Nga se i mirit e Allahu Gjeli Gjelalu ka me vepru mirë,
ende pa e bo të mirë. Allahu xhelal, çfarë thot Allahu te bareke ve teala? Inna wa'dallahi haq. Allahu e ka premtimin e vërtet. Dhe premtimi i Allahut ose Musa njeri mirë. Andaj i ka thënë na kështu ish problem të mirët. Çka veproi deri tash? Ende s'ka vepruar Allah kur gjë. Tash do na ka thënë Allahu pse është njeri mirë. Thot Allahu te bareke ve teala, wa dakhala al-madinata ala hin ghaflatin min ahliha. Vazhdon Allahu edhe të treguar. Një ditë prej ditëve ka ardhur transmetime që ka ardhur nga Ibn Abbas dhe Mujahidi dhe Qatada dhe Hasan al-Basri dhe të tjerë nga dietarët e muslimanëve se në vaktin e drekës ka dalë në qytet duke u shëtit. Ka transmetime tjera që ka ardhur nga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an se ka dalë mes akşamit dhe yacijës. Dhe është koha e pushimit, thot Allahu te bareke ve teala, dhe hyri Musa në qytet ala hini ghafletin min ehliha, kur qytetarët e atij vendi ishin në ghaflet. Çka është ghaflet? I kishin lënë punë. Zakonisht mesin e kur vapa e madhe lihet puna, ose mes akşamit dhe yacijës kur hahet darka. Andaj qyteti ishte i zbrazët. Dhe hina Musa alayhis salam në qytet. Dhe kjo është të ndëruar xhamatli se Allahu neve na shkoçit nga ngjarja pejgamberëve veç ata që na duhet neve. Thot Allahu subhanahu wa taala, fa wajada fiha rajulaini yaqtatilani. Dhe duke dalë në qytet, apo dhe kjo vëzër argumenton çfarë? Se Musa alayhis salam nuk është bërë rahat në qytet. Nga zullumi që ka bo Firauni, nga zullumi që ja ka shtrije mbive të Israelit, së shbo rahat, vazhdimisht ka lëviz. Si me heket zullum, si me ja u largue poplit tem këtë zullum, si me e bo unë, se nga se i ka kalzu në ana e vetë, se na të hek për Firaunit, të i cilit ti e kije, pra atë nanën e cilat ka adoptue, mirë po kjo nana e vërtet, ja ka kalzu fejnë a Zotë i Gjelle Gjelalu. Vazhdimisht ka pas siklet. Dhe kjo që ka argumenton dhe zër? Ka argumenton që kjo bredh janë qytet, që kjo shëtit janë qytet. Çka jo aludon, çka tham na? Surja Al-Qasas, ngjarja e Musait alayhis salam, është ngjarja e cila do t'i përsëritet Muhamedit alayhis salam. Para se mu bë pejgamber, çka bante? Brethtën Mekë. Si pëlqente statusi njerëzve, si pëlqente statusi i të doptive, zullumi që bëhej. Andaj shkonte në shpellën Hira dhe vetmohej. Për çfarë vetmohej? Se nuk i pëlqente jeta e njerëzve. Si pëlqente njerëzve çysh janë do jetuar. Ai s'dinte çysh mi udhzu, po nuk i pëlqente çajo që janë të bë. Dhe kjo ka qenë për natyrës. Po kur ti e di se so mirë, po s'pe di çish me drejtuar. Andaj do duhet dakhal al-Madinah ala hin ghaflatin min ahliha. Pse ka dal në vaktin kur s'dalin kërkush, se ka pas siklet. Ka pas qetësim. Nuk më pëlqen kjo jetë që ka bën njerëzit. Son rregull kjo që ka bën Firauni. Son rregull kjo populli jam që ka hek pi zullumit Firaunit. Thot Allahu te bareke ve teala, dhe i gjeti dy njerëzi duke u përlanë mes veti. Ja? Dhe kjo çka të argumenton të ndërruar xhamatli? Se gjithmonë kur ka një krijetar zullumçar dhe në sistem zullumit, gjithmonë mes doptive dhe të fortëve ka përleshje. Thot Allahu te bareke ve teala, fa wajada fiha rajulain yaqtatilan. Dy njerëz i gjeti, thot yaqtatilan. Shpreha yaqtatilan kanë filluar mu godit në mes veti. Kanë filluar mu godit deri kanë pas mundësi me e vrarë njëri tjetrin. Thot Allahu te bareke ve teala, hadha min shi'atihi. Njëri ka qenë nga grupa e Musait. E cila grupa e Musait? Grupa e Musait abit e Israelit, muslimanët në kohën e Firaunit. Thot njëri për tyre ishte pi bive të Israelit. Wa hadha min aduwi. E tjetri ishte prej armiqve të Musait alayhis salam. E cili është armiku? Ki ka qenë egjiptian, Qibti. Ka qenë prej Faraonit. Ka ardhur transmetime se ka qenë sigurim në pallatin e Firaunit, dhe ka ardhur transmetim se ka qenë kuzhinier. Ka punue bukpjekës dhe i ka rregulluar ushqimet e Faraonit. Ka qenë prej egjiptianëve. I ka gjetë tu ditë tu rrok. Dhe janë bërë njëri me tjetrin. Thot Allahu te bareke ve teala, fastaghathahu alladhi min shi'ati. Kur e pa Musa alayhis salam, ki muslimani pe bive të Israelit, fastaghatha, bërtiti, o Musa, asni mom. Apo, dhe këtu komentator çfarë kanë thënë zot? Kjo e para, pika e ka ditë se Musa i nimon. Nga tabiati i Musës që nuk e ka dorë zullumin. Pse janë rrok? Kur ka dalë me ushqim, ky kuzhinieri i Firaunit ka pas mall me veti. Edhe i ka thonë këtij njerit rrugës, nimom që to barra mi bajt. Se janë mësuar egjiptianët bijve të Israelit më ngarku barrat. I kanë ngarkuar syz me qarë. Apo hamal, maje ti. Dhe ki ka thonë, me çfarë drejtë ti më thu mua maje? Pse unë me majt këta? Ka thonë maje se ti takon me majt, unë jam egjiptian, ti je izraelian. Ti je
bive të Israilit. Ka thonë nuk du me majt. Ka thonë paqare ki me majt. Dhe kanë fillu mu rok. Apo andaj shikollë se shka të ban mendësia kur rritësh në vene. Apo se ky kuzhinier është i faraonit. Këti i takojnë kitë të drejtat. Kështu janë disa njerëz. Mendojmë se i përkasi një grupit të caktum, një përkatësie të caktum, një kombit të caktum, një gjuhë të caktume, atyri ju takojnë ketë. Çu takon ti, me çfarë të drejtë? Me çfarë të drejtë ti e shkel një zi, nëse edhe që je i bardh? Me çfarë të drejtë? Me çfarë të drejtë ti e shkel një njeri vetë sa ai s'ka post ti ki post? Me çfarë të drejtë? Ky vetë se ka punu te Firauni ka thonë majt çto malla. Paqare kimi majt. Ka thonë me çfarë drejtë ti më thon mi majt? Njeri në bazë është i lirë të ndëruar që më li. Njeri Allahu xha bazë e ka kriju të lirë. Andaj që ka thonë patjetër kimi i mbajt. Një ditë për ditëve Omar Khattabi i vjen një letër. Se djali Amr ibn al-Asit radhiyallahu an, shoku i pejgamberit alayhis salam, kur e ka çliru Egjiptin. E ka çliru Egjiptin. Djali Abdullah ibn Amr, djali Amr ibn al-Asit radhiyallahu an, e ka pas babën kryetar të Egjiptit. Ai e ka çliruar. Dhe një ditë rokët me një njeri. Edhe i mshon me shkop. Djali kryetar, djali sahabiut, i mshon me shkop. Edhe ai thot me çfarë drejtë më mshova, vetë se je djalë kryetarja. A vetë se je djalë kryetarja. Edhe i thot unë kam i shkruajt kryetarit të madh, Omar Khattabit. Apo i kam i shkruajt edhe i shkruan letër. Thot tek te prisi muslimanëve, Omar ibn Khattabi radhiyallahu an, guvernatori jot, djali guvernatorit tan, më ka godit me shkop pa kur farhaki, vetë se është djali tina. Dhe ka shkruajt një letër Omar Khattabi, e cila është adresa e drejtësisë, adresa e mirësisë, adresa e kundërzullumit. Ja ka shkruajt Omar Khattabi deri te guvernatori i Egjiptit, te Amr ibn al-As radhiyallahu an. E shikosh e ka thënë meta ista'badtumun nas wa qad waladathum ummahatuhum ahrara. Pikur ju i keni robnu njerëzit kur nanat ato i kanë lind të lirë. Pikur ti e robnove një njeri kur nana vet lirë ka lind ata. Pikur u bë ki vetë sa kuzhinier të Firaunit mi dha maj çdo se patjetër kimi maj. Andaj tha Omar Khattabi, tha letër deri te Amr ibn al-Asi. Le të vinë të ditë këtu. E ka thirr kryetar, ai ka qenë kryetar i Egjiptit, ama në punës i Omar Khattabit. I ka thirr babë bir. Edhe ka thirr atë çka e ka godit. Ka thonë hajde në Medinë. Kur ka në Medinë, çka ka bë? Ka thonë më shoj këtina. Ka thonë jo mjafton unë që u kri. Ka thonë jo, unë mjaftoj me jo, ka thonë kimi jam shue. Edhe e mshon atij ja kthen. Ja thën, djalit kryetarit ja kthen ky i godituri. Thot më shoj tash Amr ibn al-Asit. Thot po kisum kam shumë. Thot më shoj këtij se në kratë qëtinat kam shuki. A kuptojnë dhe zërzulumi që isha? Që ki kuzhinjeri, që ka thonë këti muslimanit për bive të Israelit, bami që to mallat të mija, se unë jam të faraonit të punu, apo? Sa njerë thot, unë jam me filanin, edhe me këti duesht me ta liru këtë terenin, a? Ku të mund është ti mi mshu, ku të mund është me godit, ku të mund është me bo zulluma? Qka i tha Omar Khattabi? Tha më shoj edhe babës vet. Po tha kisma kam shu muhe. Po tha gratë këtina vet kam shuki. Një ditë për ditëve del Omar Khattabi në pazar të Medinës pejgamberit alayhi salatu vesselam. Edhe e gjen gjalin e vet të shit edhe të ble. Thot çka lipti në pazar? Thot si çdo njeri shka shat dhe blen. Thot ti e gjali kryetarit muslimanëve, s'ka ti me dal këtu. Ka thonë unë as kam drejta. Ka thonë jo se njerëzit thojnë gjali Omeri shleja udhën. A kuptove? Njerëzit thojnë gjali Omeri shleja udhën. Andaj ky njeri çka i tha? Ky ishte egjiptian kuzhinier. Tha mami që të malla. Ky tha si maj dhe fillun më rrok. Thot Allahu te bareke ve teala. Njëri ishte musliman nga grupa e Musait dhe tjetri ishte armik i Musait alayhi salatu wassalam. Thot Allahu te bareke ve teala, thot fastighathahu alladhi min shi'atihi ala alladhi min aduwi. I lipi ndim ki muslimani i cili ishte nga grupa e Musait, kujt i lipi ndim? I lipi kundër këtina i cili ishte prej kujna? Prej grupës së Firaunit. Thot Allahu te bareke ve teala, thot fa wakazahu Musa. E Musa nuk e don të zullumin edhe hini ndërmjet. Dhe këtë ka shpreh një shpreh Allahu gjatë thot fa wakazahu Musa. E shtini Musa. Ama Musa i madh. Takatin e 10 njerëzve. Takatin e 10 njerëzve. Apo, a mund të varënu njëri pineve me pas takatin e 10 vetave. A mund të varë mendoj. Takatin e 10 vetave. Dhe veç e ka shtyr, ka ardhur aspetime që ka nga mujahidi, e ka shti me grusht. E para, e dyta e ka shti me shkop. Apo,
Edhe transmetime tjera i ka da mu superlardi, apo? Dhe pak sigur i ka dhënë zor. Ama s'ka dosh as me lëndu, as me mbyt, as kur gjo. Mi vëdhët Allahu te bareke ve teala fa qada alej. Në vend e mbyt. Në vend e mbyt. E tani ti që kjo fa qada alej, në vend e mbyt, çiket gabim, piçet i gabimi, piçet si ngjarje, piçet saj skene, Allahu gjitha piçet tu e lidh krejt pejgamberin e Musa alayhis salatu wasalam. Se ki detyrohet piçet sa ngjarje me hik pi Firaunit, e kutike pi Firaunit, Allahu i shpall edhe ban pejgamber. Mi po të ndëruar xhamarli, tani para shtot një pyetje që kanë diskutuar dietar. Pejgamber i Zotit Musa alayhis salatu wasalam këtu ka qenë para se mua pejgamber. Ka vrarë një njeri pa hak. Apo ka vrarë një njeri pa hak. Dhe çiket vrasja ja përmend kush? Ja përmend Farauni, wa qatalta nafsan. Ka dalë se ti para se me më kallëzu mu që i pejgamber, ti e vrasës, ti ki vra njeri, ti ki ik pi. Apo, dhe pas të dhivna të debati që të të banë Musa alayhis salam me Firaunin. Mirë po, qëfar lloji i vrasës ka qenë kjo? Tani du të mi shpjegue llojet e vrasjeve, që ta kuptojnë cila për tëre ka ra Musa alayhis salam, që ta kuptojnë pastaj kur t'ja përmene Firauni, se nuk ka qenë vrasje e qëllimshme, po ka qenë vrasje e pa qëllimshme. Sa llojet vrasjeve kemi? 4 llojet vrasjeve kemi në shariat. E para për tëre i thojnë vrasje e qëllimshme, qatlun amd, vrasje me qëllim. Qysh i bje vrasje me qëllim? Vrasje me qëllim i bje nëse mjeti i përdorur zakonisht vret me të parën, edhe e ka sinu njerin, kjo në vrasje qëllimshme. Qysh e dim na që e ka vra me qëllim? Nëse ka gjujt me thik të ranë, apo e ka me shpall, apo me armë sot të reja që ka janë, që ato 100% vrajnë, edhe ka pas mes ti dhe ti në armitsi, dhe e ka sinu, filanin e ka gjujt, kjo në vrasje e qëfar? E qëllimshme. Kjo ka dënim në dunja dhe në akhirat. Në xhenem Allahu xhelal thot e fusim ata për gjithmonë, dhe çfarë? Dhe ka dënim në dunja. Cili është dënimi në dunja? Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum taqilun. Dhe kur vritini njëri me tjetrin me qëllim, çka bëhet? Qisas, vritesh edhe ti. Kjo është. Kjo ka qenë edhe në shariatin e Musës, edhe në shariatin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra vrasja qëllimshme cila? Arma që zakonisht vret dhe e ka sinu njerin, që kjo vrasje qëllimshme. Lloji i vrasjes së dytë. Lloji i dytë i vrasjes, cila? I thojnë i ngjajshëm me qëllimshme, ama jo bashkë qëllimshme. Çish i bie kjo? Për shembull, e i mshon me dru. Druni a vret? Jo, s'vret. Të lëndon po, të plagos po. Mirë, nëse njeri i mshon dikujna me dru, edhe e lën vend, çka i thojnë kësaj? Kësaj i thojnë nuk ka mshu me armë, çka vret zakonisht, ama kësaj i thojnë ngjajshëm me qëllimshmën, se e ka mshu me dru të ranë. Nëse kish vdek, i llogaritet ngjajshëm me qëllimshmën, se e ka ditë se mundësia edhe me deka mbi drunit. Ose i mshon me dru të ranë, zakonisht është edhe se mit, ama dhe mund me mit. A e di që mund me mit? Nëse mundësia ekziston me mit, i thojnë ngjajshëm me qëllimshmën. Që to janë dy vrasjet e qëllimshme dhe ngjajshme me qëllimshme. E treta prej llojeve të vrasjeve cila i thojnë vrasje gabimisht. Çish është vrasje gabimisht? Vrasje gabimisht i thojnë qatlun khata. Allahu ja përmend Kur'an, "Wa man qatala mu'minan khata'an." Dhe kush e vret një besimtar, jo me qëllim. Pa qëllim. Çish është pa qëllim? Ka dhënë dietar pa qëllim i bie. Për shembull, vrasësi në esencë, në thelb, nuk e synon të vrapin. Se ka gjujt ata. Apo, dhe as nuk ka lidhje me ta, e as nuk ka armitsi me ta, dhe e ka vra. Për shembull, është u gjujt kaproll, atë sinu, ama arma a vret, ama atë sinu e atë qka e ka vra, jo. Pezojnë atë e gjujt drenin, e vrok një njeri. As kam pas lidhje, as se në njerin, as nuk e di kusha, të e gjujt lepërin, të e gjujt drenin, e ka rok njerin. Sa i thojnë vrasje gabimisht. Apo vrasje bashkohore të reja, që quhen vrasje gabimisht, cila gjun me allti për pjet, se sinon kërkan, gjun për pjet, apo sikur që e kena në zakon. Na përbon se havajës i kalzojnë atë që qëfar burra jena. Apo dhe shiko, kur gjun për pjet, nuk e sinon kërkan. A mundet më këthi plumi me mit dikan? Po. As nuk e ka sinu, as nuk e ka gjujt. Kësa i thojnë vrasje gabimisht. Dhe vrasja e katërt, lloji katërt, cila e ngjajshme me gabimin. As gabimisht nuk ka, ma poshtë se gabimia.
cila i thojnë shibhu khata. I thojnë ma e ngjashme se sa gabim, bro. As ngabim smrim. Pra gati është jashtë vrasjes. Cila është kjo? Është kjo kur për shembull njeriu as nuk gjun me alet që vret, as me ar që vret, e as nuk ka përdor as një lloj mjeti dhe vdes njeriu. Cila ajo për shembull pi dytit kat, ki poshtë të nejtë rahat, apo qetësi e madhe, edhe pi dytit kat ki i bërtet. O filan, në vene mit. Apo, sikur që di, e prit mazdere 4 sahat, edhe i del. Ku i e? Kjo ku i e ka mundësi në venele. Se njeri u frigot për zanit. Varsisht farë zani ka njeri, apo. Nëse a fmi, për shembull, ka mundësi edhe me trauma. Ka mundësi edhe e mit. E tani, cili lloj i vrasjes i ka ndodhur pi 4 vrasjeve Musait alayhis salam, shibhu khata. Ngjajshëm me gabimin, as që e ka sinu, as ka përdor mjet, as ka përdor shpat, as ka përdor thik, veç e ka shty, largoju, kur e ka shtyje, ka met në vend. Andaj Musa alayhis salam realisht e ka vrarë njerin gabimisht. Gabimisht, alama poshtë e gabimishti. Pse? Se s'ka pas kur far mjeti, sa kanë dëgjuar as lepër, as sa kanë të përdor mjet, veç e ka largue. Mirë, por nga fuqia që e ka pas, e ka mbyt. Thot Allahu te bareke ve teala, fa qada alay dhe çfarë? Dhe e ka mbyt në vend. Thot Allahu te bareke ve teala, qala hadha min amali shaytan. Ka thënë Musa alayhis salam, kjo është prej veprave të shejtanit. Kjo është prej veprave të shejtanit. Ka thënë komentatorët, çka i bie fjala Musait, kjo është vepër e shejtanit? Se në bazë, të nderuar xhamatli, çdo natyrë që ka kriju Zoti i pastër e urren vrasjen e njerit. Nuk vrahet njeri dhe vini re. Thot Tahir ibn Ashuri rahimahullah, dhe ka përmendur Imam Ibn Kathir në Bidaya wa Nihaya, se çiki i vrari ka qenë pagan mushrik. A ka qenë pagan mushrik, po. Me të plot disave që shqipje, hajt për se s'ka lidhje. Ashtu pahiri, ashtu padashje, po edhe qafir ka në konë. Ama Allahu në tregon se Musa alayhis salam tha diçka tjetër. Thot Allahu te bareke ve teala, qala hadha min amali shaytan. Kjo punë e shejtanit. Nuk deshta me vra, s'deshta me mbyt. A ka qenë qafir? Po ka qenë qafir. Mirë, po qafiri nuk meriton vrasje vetë pse qafir. Derisa të bëjë zullum. Andaj shikosh ka thot Allahu te bareke ve teala, qala hadha min amali shaytan. Shejtani e ka nxit këtë vepër. Çish e ka nxit? Kan thënë komentatorët, duke i nda Musa alayhis salam, Musa alayhis salam ka qenë realisht i nxat pi diçka tjetër, pi Firaunit, pi Qarunit, pi Hamarit. A konin nxat pi këtyne, pi zullumit që e kanë bëhe. Dhe ai nat sikletin që ka dal, edhe i ka dal një njeri Firauni përpara. Pra sikur ka thënë, po largoje se ti jepi pi kësaj palë zullumçarëve. Po mirë, to e largu e ka myt. Ai s'ka sinu me myt. Kur e ka pa të myt, ka thënë hadha min amali shaytan. Kjo është për veprave të shejtanit. Pse? Sepse shejtani synon vrasjen e njerëzve. Jo insani. Insani se vret llojin e vet. Shejtani don me vra birin e Ademit. Andaj shiko ka thënë, kjo është për veprave të shejtanit. Pra mvloj gjaki dhe e përdor atë katin tëm që më ka dhënë Allahu te bareke ve teala dhe ndodhi e keqja. Pastaj ka thënë Allahu te bareke ve teala, innehu aduwwun mudhillun mubin. Me të vërtetë ka thënë, shejtani është armik, devijues, ta devijon rrugën edhe në devijim është i qartë. Apo, shiko ku e ka kthie këtë burimin e të keqës te shejtani. Andaj të ndëruar xhamatli, në bazë natyra njerëzore kuptohet me natyrën njerëzore. Në bazë njeri kuptohet me njerin. Bazë biri i Ademit di me fol me birin e Ademit. Kur ti shihni dy bijt e Ademit se s'po dit me fol, ta di se ka një shejtani aty. A kthehemi pak te surja Al-Maide, nga se ina mujnë e Kur'anit. Dhe a tham, na prej Musait alayhis salam shënojmë pinjarës atina, na me morë mësim. Tash ju kallzohet një herë, na nuk kena tur rrofik tu me thon, Samir, këta mundesh me shlu edhe në YouTube, me këshir film. Ama, kjo nuk o qëllimi, Kur'ani pse na kallzon neve? Innehu aduwwun mudhillun mubin. Shejtani armik, shejtani është ai i cili e nxit njeriu me bësh sherr. Kabili dhe Habili, që kanë ardhur disa transmetime se ka pasur emrin Habil dhe Kabil. Nuk ka rëndësi ka pasur emrin Kabil dhe Habil. Me rëndësi Kabili e ka mbit Habilin. Njëri vllai e ka vrarë tjetrin. Kush e nxiti me vrarë? Bita e Ademit as din me komunikua. Njëri me njërin as din me komunikua. Apo, mirë po, kur hin shejtani ndron muhabeti. Kur hin shejtani nxjen, të provokon, thot ki kështu. I ka thon shejtani, Habili më i mirë se ti. Habili po është më afër
Zotit se ti, Abilit ju pranu kurbanit ti s'tu pranue. Abili po martohet me atë filan qikën që ka ti së më pëmer. Ka fillu menze, edhe në fund që i ka thonë? Ka thonë ka me të vra, dhe ka vra. Që i ka thonë Abili? Ka thonë, le imbasat të jedeke i lejeli të këtuleni. Ka thonë, nëse ti e zgjatë dorën teme me vra, ma e në bibasitin jedije li e këtulek. Ka thonë, nuk e shtri dorën teme të këti me të vra. Pra Habilit ki vrari, para se mu vraj ka thonë, nëse ti do me shtri dorën teme me mra vrajëm, unë nuk e shtri dorën teme me vra tije. Ajde këthejmi tani, kush e ka nëzit këtë qëta shejtani? A këthejmi diçka tjetër tash? A realisht, a Habili Kabilin e ka vra, a Kabili Habilin e ka vra? Nëse i dala na nuk jena tash të njale Habilit Kabilit, po përshka këtë vra se kur e ka nëzit shejtani. Kabili realisht e ka vra Habilin. Pra njani vla e ka vra tjetrin. Mirë, a i vrami e ka vra vrasësin, a vrasësi e ka vra të vramin? Me Kur'an, cilin e ka vra? Me Kur'an e ka vra i vramit vrasësin. Qysh, ja ka hup namin të njërzimin. Ketë njërzimi që ka i dhojnë, Kabili ako njëri keq. Kush ka në vrajti? Kush ka në vrajti? E vrajti i vrami vrasësin. Apo, këthemi ka ana tjetër. A Muhammed a.s. e ka mbyt Ebu Gjehlin e Ebu Gjehli Muhammed a.s. Kush e ka përzan? Ebu Gjehli e ka përzan për nga Muhammed a.s. për Mekkës. Ama Muhammed a.s. për ku e ka përzan Ebu Gjehlin për historie. Tanë historie e ka shkujt që ti Ebu Gjehli. Andaj të ndëruar xhamarli, mos i zgjat një dur të juve me zullum, se ju fshin historia. Ju fshin historia. Për këtë arsye tha Musa më një herë, se di se kjo vepër e keqe, tha innehu min amali shaytan, kjo vepër e shejtanit. Minjera tërheq. Pastaj thot Allahu te bareke ve teala, tha innehu aduwwun mudhillun mubin. Me të vërtetë shejtani e ka khasëm insanin, e ka armik insanin dhe e fut në veprat e këqija. Vini re tani, si e ka la gjunahin. Qale Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfara lahu. Thot Allahu te bareke ve teala, tha Musa alayhis salam, o Zoti jam. Këtu një pyetje. Pika e njeh Musa alayhis salam Zotin e vet pa u bë pejgamber nga nana e vet. Nga nana e vet. Çdo pyetje që parashtrohet për Musa alayhis salam dhe ilmin e tij dhe dijen e tij dhe imanin e tij dhe islamin e tij para se mu bë pejgamber, ku e ka marr? Nga nana e vet. Nga nana e vet. Nana e tij ka qenë besimtare. Çka tha Allahu te bareke ta lidhni tani ngjarën vëllezër. Nga se Allah si ka pejgamberia Musa alayhis salam, mirë po çka po thot? Qala rabbi ighfirli. O Zot fal më gjunahin. O Zot fal më gjunahin. Çka tha Allahu te bareke ve teala për nanën e Musait? Li takuna minal mu'minin, që nana e Musait të jetë për besimtarëve. Kjo për besimtarëve ja ka bë me përcjell imanin deri tek djali i vet te Musa alayhis salam. Qala rabbi ighfirli. Shiko sa shpejt. Ka thon o Zot fal më gjunahin. Se ka pa kurkush. Ki Israili, muslimani i cili e pështoi Musaj, iki, do të vjen prap. Kamet vet, ky e vrat, edhe kamet. Çka ka bëu? Gjeja parë ka thonë qala rabbi ighfirli. Ka thonë o Zot falma. Shiko sa shpejt ka ardhur. Musa alayhis salam, para se me e kry fjalën, Allahu ndërhyn. Përcjellën me Musa të ndëruar xhamarli. Ajeti i 16 në surën Al-Qasas. Thot Allahu te bareke ve teala, tha Musa alayhis salam, o Zoti jam fal më gjunahin, se unë i bana zullum vetës time. Para se me plotsu fjalën e Musait, Allahu ndërhyn fjali. Thot fa ghafara le. Allahu ja fali. Allah se ka kry fjalën. Pse ka ndërhyje? Për me tregu Allahu shpejtësinë e faljes deri te kërkuesi faljes. Pra Musa ka me thënë Allah një fjali, Allah se ka kri fjalien. Allah para se me na i plotsu neve fjalien, çka e ka thënë Musa i të plot, ndërhin dhe thot fa ghafara leh, ja fali. Pse? Sepse Allahu xhel xelaluhu ja fal kujna çdo kërkuesit faljes. Çdo kërkuesit faljes. Andaj ka ardhur transmetime se Xhibraili alayhis salam kur ka ardhur në fund Firauni duke vdek, apo thuhet se ka tentu me u bë besimtar, edhe pse ka ardhur disa fjali që ka aludue. Mirë, po ka aludue çfarë? Veç mos po pshton. Ka ardhur transmetime se Xhibraili ka gjujt dhë. Apo që ndoshta mos po kërkon istighfar, Allah i pi rahmetit vetë fal. Allah i pi rahmetit vetë fal. A di çka do të ndërruaj xhamarli me kërku vazhdimisht istighfar, me kërku falë Allahu xhel xelalu. Kërkoj falë Allahu te bareke ve teala. Gjithë ta gjunat Allahu ti fal.
Shiko ka vrarë njeri, ja ka falë Allahu te bareke ve teala. Wahshiu e ka vrarë Hamzën, ja ka falë Allahu xhel xhelalu. Ka thënë pejgamberi sa para juve ka një njeri ka vrarë 99 veta. Ka shkuar një njeri me vet, ai falë gjunaj, s'u ka lodh. Ka thënë, edhe kur ka shkuar ai s'ka pas ilm. Sikur që shkojnë plot të njerëz ai s'ka ilm. Apo, edhe ka thënë, i kon vrarë 99 veta. Kur i kanë 99 veta u ka tut. Ka thënë, ti më ta fal Allah kush ta fal? Ka thënë, s'ma fala edhe veti, hajde 100. E ka bën 100. E kanë thënë njerëz, "Oh, shkote te njëri dishëm se kizdi." E kanë çuar një alim. Kur e ka çuar alim ka thënë, "Po, ta fal Allah, ndroje venin. Dil pi këtu." Dhe duke shku ka ik me një ven, kanë arë me laçet dhe e kanë gjetë vdekt. Apo, kanë arë me laçet e azabit dhe me laçet e rahmetit. Dhe janë bërla, thot për nësëm, janë shty cëla me e marë. A joni a juvi. Allahu për rahmetit vetë se e ka njësë udhën e pendimit, alo ka sti vepër se ka po të kajrit. 100 vete i ka vra. Në fund që ka ndodhë, thot Allahu të bareke ve teala, për nga mësëm, thot Allahu gjë e ka ngre tokën, ku ka qenë ky i shtrim, e ka ngre ka me laçet e rahmetit, që ta morin këta. Këtë rahmet e ka Allahu te bareke ve teala. Veç duhet na me voj istighfar. Me lip Allahu xhela falje. Thot Allahu te bareke ve teala, fa ghafara leh innahu huwal ghafur rahim. Allahu ja ka fal më një herë Musa alayhi salatu wasalam. Ka ardhur transmetime vëzën komentet e dietarëve, pse ja ka fal më një herë vëzën? Pse ja ka fal më një herë? Që mos ta ndjek shqetësimi dhe sikleti i vrasjes. Sepse njerëzit zakonisht që vrasin njerëz s'në bën rahat. Mundesh mu bë rahat nëse e mrin kulmin e kriminalitetit. Probosh kriminal i ran, apo nga ato kategoritë që janë vampira, atëherë mo po ti nuk nin, mirë po vetëm pret me mbulu krimin me krim derisa të rrafshojë Allahu xhel xhelalu. Mirë po me nejt njëri normal, me pas mesazh, me jetue çish duhet me dinjitet, s'ka mundësi pa ta fal Allahu te bareke ve teala. Andaj Allahu ja fa ghafara leh min herë ja fali. Pika e dim se ja ka fal min herë. Fjala Allahu ja fa ghafara leh. Çi kjo feja i thon fa u ta'qib min herë. Min herë ka fal Allahu xhel xhelalu, sepse Allahu thot Allahu është falës dhe i mëshirshëm. Vinë re tani çka ndodh. Thot Allahu xhel xhelalu u vazhdon Musa alayhi salatu wasalam duke fol. Qala rabbi bima an'amta alay. Thot o Zot, për begatin që ka ma ke dhanë mua. Cilën begati? Më ke pështu nga dora Firaunit, se më ka kallëzun Allah eme. E ke pështu në anën teme dhe e ke knaq duke më këthite ajo. Më ke rrit më preherin e palatit pasanikave. Apo, më ka dasht Asia, dhe ajo për besimtare. Dhe kitë këto begati që më ke dhanë trupore dhe mendore dhe shpirtërore. Ka dhanë, o Zot, bima an'amta alay, për begatin që ka ma ka dhanë mua, felen e ku në dhahira lil mujrimin, besën po ta jap, kur nuk do t'jem dorë e shtrime, as sa grimca më e vogël për zullumqart. Kudo që ka zullumqart, unë jam khasëm i tëne. Kudo që ka kriminal, unë jam khasëm i tëne. Gjithmonë ka me qenë me palën të doptëve, gjithmonë do t'jenë nga pale atyre të sëtë janë të shtypur. Ja ka dhanë besën Zotit madh te bareke ve teala. Dhe shikove se nga kjo besë, ende pa u bo pejgamber. Por shkak se e ka zhvillu të vetja e vetë besën se unë jam gjithmonë kundër zullumqarve, Allahu e ka bo pejgamber me shku të koka e zullumqarve. Të koka e zullumqarve, të Faraoni. Dhe e ka bo Allahu xhel xhelalu Musa a.s. simbol kundër zullumit. Andaj kur thojnë ana Musa a.s. çka na shkon men? Në njëri që ka mujt zullumin, në njëri që ka mposh zullumin. Apo, mirë po Musa a.s. ka pas punë me krye mëlloj. S'ka pas me njerëzit vogël. Andaj ka thonë, Rabbi khfirli, ka thonë o Zot falem, unë nuk erdha me bo këtë zullum. As nuk ndoshta më i nda. Thot Allahu te bareke ve teala, tha Musa a.s. kur nuk do t'jem krah i zullumqarve. Dëgjoni tani çfarë thot. Fa asbaha fil medinati khaifan. Filloi në qytet mundi i frikum Musa a.s. Pse i frikum? Dhe për që saj fjale, fa asbaha fil medinati khaifan, kanë zirë disa prej komentatorve se Musa a.s. moti ka fillu mos me shku të Firauni. Tani në cilin vit ka fillu mos me shku nuk e dim, se nga se 30 vjet i kemi të vendosta me perde, janë mështelta nuk e dim. Mirë po argument që Musa a.s. ka fillu më ikë për Firauni, cila argument do fjallë Allahu gjanë në Kur'an, fa asbaha fil medinati khaifan, ka fillu mu friksue. Argument që ka ikë për të Firauni, cila sa e që kur t'i shkon në palat si shtut. Ku e di unë e ku që ka vra? Nuk e di. Mirë po Musa është largu për Firaunit dhe ka fillu mu friksue. Kjo është komenti parë. Komenti i dytë, kanë thënë Musa a.s. na nuk e di ma është largu për Firaunit.
Supozimisht nëse nuk ka largu pi Firaunit, pse ka fillu mutut? Kur ka konë djali Firaunit, ka konë njeri i madh të ta, djali i princeshës Firaunit, që e konë maja më e lartë të ta, s'ka pas njeri më të lartë ata. Pse u ka friksue? Ka thënë komentatorët, natyrë shumë u ka friksue, sa i sa zdi që shqibje me bo zullum edhe me nejt rahat. Ai nuk ka ditë që shqibje, unë me bonit keqe, edhe që shqibje tash mu rahatue. Që do më thonë vëzë se s'ka qenë hipokrit asa milimetri. E na i gjenë plot njerëz vëllezër, e gjujnë ngurin e mshefin dorën. Edhe ty s'ne gjenë. Sa janë specialist. Ai ka fakultet, ka magistratur dhe ka doktoratur për me gjujt gurin dhe me mshet dorën. Hajde ti gjeje. Ama Musa nuk ka qështu. Thotë Allah, fa asbaha fil medinet i khaifën. A i dul në qytet i friksum. Pikujna i friksum vëzër. Thotë Allah u gjelëgja, jetë rakab. Po këshyr me mor lajme. Qka të ndodhë? A janë të lip vrasësin? A janë të lip kush e ka vra ata? A janë të ditë që është pi egyptianve? A janë të ditë se e kam një musliman? Ketë kjo vëzër i ka shkaktu frikë. Qka mësojnë a biqesajna? Se edhe nëse i të ugatu për pengamber, nuk heket friga e natyrshme njerëzore. Qysh i bje, a i me hecë normal, apo? A s'ka hecë normal. Fa asbaha fil medinet i khaif. Andaj kush do që thot vëzër, se njeri ju duhet mi ashkull frigën, a i nuk ka të full për insan. I bo disa njerëz? Andaj në do dhim se kur ka shku Musa e zëm të Firauni, që i ka thonë? Do dhim andaj. Që i thot? A thot, o zot, unë e kam vra një njeri, kam me mbra mua. Qysh me iunit e ata? Kur ka dal me sirë bazat, u ka tut Musa a.s. I ka thonë, la te khaf, mos u tut. Pra friga deri me një nivel është e zakonshme. Nëse vjen pastaj ndihma Allahu subhanahu wa ta'ala. Thotë Allahu xhelel xhelalu, yataraqqab. Edhe kontrollon të me vëmendje, vëzhgon të me vëmendje, gjakon të me vëmendje, çka janë të thonë, çka po flasin, a janë të mlip, a dojnë me mburgos, a dojnë me mra, eksomerat. Thotë Allahu xhelel xhelalu, fa idha alladhi istansarahu bil amsi yastasrikhuhu. Del në qytet, i friksu Musa a.s. Edhe e gjenë atë që ka i ndihmoj dje pi kujna, pi ati muslimanit i cili të e da atë e myti këtë tjetërin. I njëti njeri të lip ndim prej Musait a.s. Jes të srikhuhu. Shikoni, ma herë që ka tha, fes të gathehu. Në fillim i tha, i lip ndim, tha, o Musa, një më pak, se që ki atum po problem. Për shka këso është e dita herë, sa shka thonë, Allah u gja, jes të srikhuhu. Ka fillu ki me bërtit me të madhe, o Musa, a.s. Ajde një mom, se jam roke edhe me një njëri. Apo, dhe zakonisht, ai cili e përsërit rokë mën, qka i bje? Se tash problemi atë ky. Po i njëti njëri, u bo sebeb, kur e dajti Musa, e miti një njëri pahiri. Shqip khata, gabimisht në gjajshëm. Tani i njëti njëri, bibive të Israelit musliman, po kërkon ndim prej Musait, ta ndihmoj e kundër një egyptianit tjetër. Thëtë Allahu xhelel xhelalu, fa idha alladhi istansarahu bil amrs. Ati çka Musa i kish ndihmu dje, prap pethir Musën. Edhe çka ka thënë? Qala lahu Musa. E tash ndroi Musa, ka dalë. Ti dje u roke, apo u roke, edhe sunja dole me atë. Unë tut pështu ti e mita në njëri. Apo tash unë jam i friksum. E dyta, që e ka thënë? Qala lahu Musa, i tha Musa, innaka laghawiyyun mubin. Ka thënë, me të vërtet i ka në zumë qarë, ti ka një devijum. Pse shkon rokësh me njerës kër nuk ja del? Më fute me një problem, tash më problem tjetër, apo? Kër i ka thënë Musa a.s. ti ka në i devijum, apo? E tani e kemi një mësim këtu shumë të matë të ndëruar që marli. Që kish ka atë e lip me ndimu për dyti, qka është musliman? Janë konë pifisit Israeli, musliman, Jakub. E pse i tha ti ka në i devijum? Sepse a i cili vazhdimish ka këton probleme. Cili janë i devijumi? Djetë një mova. E ta është për ditë me një mova. E sa probleme kemi nëzirë ti? A thë inë ke legawi, ti i pas ke fajet, ti po nëzirë se probleme. Thot Tahir ibn Ashuri, i ka thonë Musa a.s. Ti që shki mundësi mu rok me dikan, kur ti e di se këto janë më të fort, dhe shki mundësi me dal deri në fund problemi. Pasaj qka, kërkon dim prej meje. E mirë, parashtrot pytja, pse se ka thirë kini Israelit tjetër minimu po Musa, për Musës? Se e ka ditë që Musa Israeli musliman, apo për Jakubit a.s. Mirë po Musa mundët minimu e ka thonë, kja për këtinve të mdojve, kja arrit atë gjemnejra.
Ka thonë, ki mundet me nimru. Pra me fjalë tjera, pse se ka thënë një musliman tjetër me nimu? Se se një nimon ai. Po për shkak se kia kon prej pallatit, ka thonë ki 100% i ka pak, apo ki e ka njerin, e ka Firaunin, edhe më nimon. Ama shka i tha Musa, ka thonë, ti kanë i devijum. Ka thonë edhe i devijum, i qartë kanë, ti po shkaktojshe probleme. Pastaj që i ka thonë, falamma an arada an yabtisha billadhi huwa aduwwun lahuma. Dhe janë vëzë Kur'ani shumë i mrekullueshëm. Me harfe, me një fjali ta ka zonë këtë probleme që ka ndodhë. Thëtë Allahu te bareke ve teala, mirë po Musa e kishte të mbjellur çka? Çka tha Allahu xhele xhelalu? Tha Musa, o Zot, kur kundër zullumçarëve, kur me zullumçarët nuk bëna dorë, gjithmonë jam kundër. Tash, megjithse ky muslimani i cili po shkakton probleme, megjithatë ishte në hak. Sepse ky egjiptiani prapë kishte ngarkuar një tjetër egjiptian, më shumë se sa mundet me bajt ky muslimani. Andaj çka i tha? Falamma an arada an yabtisha billadhi huwa aduwwun lahuma. Musa sa e mledhi dorën, ta godase egjiptianin i cili ishte armik i të dyve, ky muslimani kujtoi që kam jam shu atina. E që tu është nija e ngjarjes ku gjithë shka fillon për Musajin a.s. Qiko, Musa i tha, ti kanë i devijum, ti kanë i problematik, ti kanë i shmak pi udhës e Zotit Gjelle Gjelalu. Me gjitha ta shka i tha, falamma arada an yabtish, kur e mor huxhumin, kujna më mshue, kujna ka dosh më mshue. I ka mshu ati i cili është armik i të dyve, edhe i Musës, edhe i këtij muslimanit Israili. Apo, thëtë Allahu Gjelle Gjelalu, qala ja Musa, e të ridu e në të këtuleni? Shiko, ka thonë, o Musa, a vëdu me mvrati mua? Kush mi thot? Që kish ka dje e një moj. Për që këta shka e ka një muë, Musa ka me hik pi venit. Për që këta shka e ka një muë, Musa ka vro një njeri pa hiri. Për që këtë shka e ka një muë, dje Musa përdo me një muë prap, që ki i njeti ca, o Musa, a mu do me myta? Ky harroj që ati e të doshmi mshu. Se kur e pani Hazër grushti Musa, e mirë, pse u tut ki? Se ki e pa se grushtin Musa e ka, që me ba me të rok edhe pa hirit të mit. Ki nuk e dit ti ki Israili muslimani që atu dosh, a tjetër me godit, jo ketë. Qka i tha o Musa, a do me mvra, e ky egjiptiani e ngoj. Qa tha? A ka vra kja? Qka i tha? E të ridu e në të këtuleni kema katel të nefsen bil ems. Shikoni të ndëruar që më të lisi janë njerëzit. Shikoni kupton e botën njerëzore. Tha, a do me mvra muë, qysh e vrajt e djeni njerëja? E mirë, hajtë nalmi pak. Qaj njeri për shka u vra? Për që këtë njeti shka i lipin tim. A e thirë, o Musa, hajde një mom. Musa të eshtë një e miti. Ky njeti prape thirë, hajde një mom. Dhe Musa veç se i tha, ti ka një të vijum. Asë që këtë fjallë se në ka duruhe. Dhe me gjithë sa ta Musa mor hus, ti mshoje egjiptianit. Ky shka i tha, apo do me vra një njëri që ki vra dje. Po për shka u vra njëri dje? Për tije. Andaj ti shese njerëzit që jetojnë me botën interesit, djet lipin dim, sot tot, a do me bo zulloma? A do me bo krima? A do me bo keqa? E që ka bo këtë rritje? Që ka bo një Musa? Për ka u vra njëri? A nuk u vra për tija? A nuk u vra të da tija? Po kështu janë njerëzit të ndëruar që marli. Andaj mos se lidh vetën pos me Allahu Gjelle Gjelalu. Për këtë asyjo Allahu te bare gëna të regon se Musa bisikletit e leki qytetit. Tani ti im pak mentalitetin e këtëne. A mund ta kuptoni pse kanë ne qatë gjgatë bitë e Israelit hizmeqar Firaunit? Kështë që farmene kanë pas? Këto kje ka veç mu hekëm bisikletit. Mos anena unë të qasë kur du. Unë të thamë ti, shko realisht kje ka spionu të Firauni. Që ka spionu? Jo drejt për drejt, tërthorazi. I ka thanë, o Musa, a do me mvra mua që që vrajt ata tja? A Musa atu ngareti një moj e këtina? Thëtë Allahu te bare kjo e tjela, in të ridu illa en të ku në gjëbëran fil ard. Ka thonë, o Musa, ka thonë ti, shumë po do më bo krija madhë në tokë. La hawla wa la quwwata illa billah. A e kuptoni dhe zërë njerëzit për sa pak qesin? E mirë, dikush thot, pse këto njerëzit që ka që për pak pare qesin njerin? A këthejmi pak të ngjarja e Jusufit a.s. Bite Jakubit, për sa pare kanë shit vllavin e vetë? O e shërauhu bi themenin bakhsin darahime ma'dude. E shitën vllaznit e Jusufit, Jusufin alayhi salatu wassalam, çka thot Allahu, bi themenin bakhs, me një çmim bakhs, çka?
I kanë thonë ati, sa të kitë qëllu e në gjep. A mund shme para minu ti njani, për shembull, me ja dhonë një Mercedes 100.000 euro, edhe mi thonë, sa të kish në gjep? Në gjep që 50 dinar. Qa që kanë shqit Jusufin a.s. Thëtë Allahu, derahime ma'dude. A i kanë zera ato karavane, ka thonë, që dirhemi kena, mere. Se ato e kanë pas ta hekin. Hajde këthejmi tash. Natyra androhet, zëndrohet. Qa jo natyrë që e shetë vlavin për pak pare, shikoni kënjeri, që ka bo? Që ka bo? I ka një Musa, ka vro njeri pahiri për këtë njeri. Edhe më thunë, tu dash prap minimue, që i ka thonë? Ka thonë, ty shumë krija madhë, po të mu bondu njo. Subhanallah i ladhi. Dhe ka, të e shqit Musa në lejë salat e samë. Ka thonë, ti po të mu krija madhë. E që kish ka ti pe që unë krija madhë, a nuk të pështoj djeha? Që kish ka ti pithu krije madh, a nuk vrajti njeri pahiri për tyja? Që kish ka ti pithu krije madh, ti ki mu bo se beb ki mu largu pi qitetit. Thëtë Allahu te bareke wa ta'ala, wa ma turidu an takuna min al muslihin. Ka thonë, o Musa, shiko, ka thonë, unë e thira me na pajtue. Shiko njerëzi që janë, e thirë njerë mu përla? Ja, dhe unë e thira mu pajtue. Do që në dhe për cëllë me Kur'an, ajeti 19. Tha, o Musa, musu ban krije madh. A i shkoni njerëzit lëzë sa ndrojnë retorikën. Wallahi në qatë moment shka njerëzit s'kan interes për tyje, e ndrojnë retorikën. A mundet me ndru edhe nana dhe baba retorikën për tyje? Po. Shkojna jo në dunja, shkojna në akhiret. Qojna kohën dhe atje. Në të regonë Allahu Gjellë Gjellalu. Jo me je firru l'mër'u min akhi, wa ummihi, wa ebi, wa sahibetihi, wa beni. Ditën kur njeri ik për vlavit vetë, ditën kur e jep edhe nanën edhe babën, edhe grujen edhe evladin. Kur ajo ditë, kur del gjenemi për para. Me mujt njeri thot, hinti. Apo, hinti. Që kjo vëzër ditë e kiametit. Andaj, mës t'i lidh një zemrat pos me Zotin Gjellë Gjellalu. Sill në mirë me ketë. Respektoni krejt që në ka obligu Allah me respektu. Ama mos e lidh zemrat me kërkan. Wallah, i pari ka me qit. Që e ka qit i pari. Ka thonë, o Musa, ty a zlumqaria, ty a kremal për bosha, ty a s'pëvene nga pajtua. A shiko, a mirë, këthejmë në Kur'an, shikon e mirë. Thëtë Allahu Gjellë Gjellalu, e ledhi stënsarahu bil ems. Mirë, njani për që më thot, a be ki ka një mu para 40 vjetëve, Musa alisami ka mu ki ka harruë. Ka harruë Musa para 40 vjetëve, më pat një mu e me një problem, e ta shumë kam harruë dhe i kam thonë o krye madhë. Ama Allahu Gjellu Ala, për të tregu zullumin e zullumqarve, edhe për të tregu tabiatin e hizmeqarve, që shesi njerin për pak, qka tha? Tha, fe i dhe ledhi stënsarahu bil ems. Dje i pat një mu. Të hamën i ka një mu, të martën e ka shqit. A nuk ka shumë? Dje e ka një muet, njësët e ka shqit. A dhe pse ka cika lau dje? Për të kalzur sa shpejt qesin. Dje ka një mu, sot e ka shqit. Thëtë Allahu te bareke ve teala, ka thonë, o Musa, unë të thira me pajtue, jo me në më përla. Ama Allahu shka thotë, festënsarahu, e ledhi stënsarahu, jes të srihuhu. E lypi, dje me një mu, sot bërtit ke o Musa, hajde me në një muë. Për këtë asyut të ndërrua gjëmërli, kitë kjo njarës ka të kalzon, neve në kalzon edhe tabiatin e bive të Israelit, edhe tabiatin atyre që ka janë mësu me vite të tëra me nejtë në faraonin, edhe në të regonë se cili është tabiati pengamberve të cilët nuk e dojnë zullumin. Me gjitha ta Musa nuk dërzohet, po na dërzuhe se agjerimi ka filluar me na dopsue edhe koha ka mbaruar. Elusim Allahun subhanahu wa taala që Zoti jon xhelel xhelal na pranon agjerimin për neve. Na elusim Allahun te bareke ve taala që Zoti jon xhelel xhelal na mundson që ta lexojna Kur'anin, ta mësojna Kur'anin, të mësojna nga ngjarjet e pejgamberëve. Elusim Allahun te bareke ve taala që Allahu na ban idhtar të pejgamberëve, na ban idhtar të pejgamberit më të mirë Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Elusim Zotin e madh xhelel xhelalu që kudo që kemi çollu ka qenë prej Allahut na shpërblej, e kudo që kemi gabu ka qenë prej meje dhe prej shejtanit. Elusim Allahun që Allahu na fal. Aqulu qawli هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.